Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka publikuar kodin e sjelljes për 9 anëtarët e saj, para herë kjo që gjykata më e lartë e vendit vendos rregulla etike në historinë e saj. Kodi i sjelljes, një dokument me 9 faqe, vjen pasi organi më i fuqishëm ligjor në Amerikë është në shqyrtim pas lajmeve të publikuara së fundmi se disa nga gjyqtarët e tij kanë marrë dhurata në disa raste. E ndërsa gjyqtarët federal të gjykatave të shkallëve më të ulta ju është dashur të zbatojnë një kod etik që nga viti 1973, kjo është hera e parë që gjykata më e lartë e vendit përcakton rregullat e saj të sjelljes. Në një paragraf në fillim të dokumentit, gjyqtarët u shprehën se prej kohësh kanë zbatuar rregullat e pashkruara të etikës, përfshi edhe kodin e gjykatave të shkallëve më të ulta, por mungesa e rregullave të shkruara ka çuar në një keq kuptim se gjyqtarët supreme shihnin veten si të pakufizuar nga ndonjë rregull etike. Kodi ndërkohë nuk është i detyrueshëm të zbatohet dhe gjyqtarët kanë të drejtë të zgjedhin nëse do t'i përmbahen ose jo rregullave dhe parimeve të tij.